Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Të nderuar besimtar, që në fillim falëndërimet, lavdimet i takojnë Allahut të lartmadhëruar për gjitha mirësitë që na i dhan këtë dunja, e nuk ka dyshim se mirësia më e madhe është që na bëri besimtar dhe na bëri ndjekës të rrugës së fesë. Nuk ka dyshim se çdo qenie njerëzore në rrezullin toksor, pa marrë parasysh regionin, gjuhën, vendin ku jeton, vazhdimisht është në analizim të veprimit të tij dhe të korrigjimit të sjelljeve të tij. Por besimtari veçanërisht, edhe në bazë të mësimeve islame, kërkohet që ai në vazhdimsi të korrigjoj veten, të analizoj veprimet e veta, të bëj analizën e gjendjes së tij si në aspektin individual, gjithashtu edhe në raport me shoqërinë, familjen, kolegët e punës, rrethin ku jeton, ambientin social, si dhe në relacion me krijuesin Allahun e lartmadhërisht. Por kësaj analize të veprave të veta, njeriu vazhdimisht i analizon që të përmirësohet dhe të korrigjohet. Por agjëruesi me theks të veçantë, në bazë të mësimeve dhe mirësive që i thith nga muaj i Ramazanit dhe mirësive të Ramazanit, ai kërkohet që të bëjë një analizë të thellë veprave të tij, edhe pse jemi qenie që kemi edhe natyrën e gabojshmërisë, nuk jemi pa gabime, pa mëkate, pa lëshime, por kërkohet që të bëjmë një analizë të thellë dhe të i shohim se ku i kemi gabimet. Këtë më së miri na mëson agjërimi, që të rikthehemi vetës, që të shohim veprimet tona dhe që të reflektojmë në jetën tonë. Andaj agjëruesi është ndërmjet veprimit dhe reflektimit. Për të reflektuar pozitivisht si individ, si qenie shoqërore, është e nevojshme që ne para së gjithash të shohim lëshimet tona, gabimet tona, edhe këtë më së miri na e mundson agjërimi i Ramazanit. Andaj nevoja për besimtarin është më e madhe që të reflektojë në jetën e tij në raport me gjitha qenjet shoqërore, e kjo nevojë arrihet nëpërmjet agjërimit, për shkak se agjërimi në thelbin e tij si një ibadet i veçantë, adhurim ndaj krijuesit që synon që besimtari të afrohet tek Zoti, por afrohet me vepra të mira, me një vetdije më të lartë, me një përgjithësi në veprimet e veta, kjo arrihet nëpërmjet agjërimit. Pra vetë nëse e kuptojmë agjërim do të thotë privim ose largim nga haja, pija dhe marrëdhëniet intime bashkëshortore. E nëse analizojmë vetëm një aspekt të kësaj që besimtari këto mirësi që janë nevoja biologjike, haja, pija dhe marrëdhëniet bashkëshortore, janë edhe nevoja biologjike, por pse privohemi pikrisht nga këto gjëra? Për shkak se largimi nga haja dhe pija, njeriu e vën në atë që të mendoj se këto gjëra po t'i ndalim, njeriu e kthejnë në pikën zero, që ai të analizoj, atëherë bëhet një bllokim total. Do të thonë, nuk do kishe nevojë atë shoqëria sikur njeriu mos kishte nevojë për haje dhe pije dhe për ofrim me plotësimin e nevojave biologjike bashkëshortore, atëherë do të bllokonte jeta shoqërore. Do të thonë, nuk do të kishte nevojë për lëvizje, për punësim, për aktivitete shoqërore, për tregti, për raporte shoqërore, për prodhim, do të ndalte edhe prodhimi shoqëror kështu me radhë, por Ramazani neve na tronditën me një formë, tronditën mendimin njerëzor, që njeriu të vënë në funksion të menduarit, të logjikuarit, vetdijen shoqërore, që ai të bëjë një rikthesë në të menduarit fillimisht, që krejt të shohë se sikur këto lëvizje të ndalen, edhe njeriu të ndalet të analizoj nga pika zero. Kur jemi në pikën zero, më së miri mund t'i analizojmë
gjërat të cilët na rrethojnë neve. Shoqëria, ambientin social, jetën sociale, aspektet shoqërore, që nga pika zero ne t'i shohim se çfarë duhet të bëjmë, çfarë kërkohet prej neve, dhe në këtë moment ne jemi në vetdije që të fillojmë të i analizojmë edhe veprimet tona, përgjegjësitë tona dhe reflektimin. Dhe këtë më së miri e bën edhe agjerimi i Ramazanit. Andaj, roli i agjerimit është që besimtarit t'ja ngrej edhe vetdijen e lartë shoqërore që t'jetë më i dobishëm për rrethin, për shoqërinë, dhe kjo lëkundje e determinon që besimtari të del nga përditshmëria dhe të reflektoj, të ndryshoj, të përmirësohet, të korrigjohet, dhe këtë më së miri e bën edhe agjerimi i Ramazanit. Andaj, në ajetin 12 të surës Taube, Allahu xhaleshanuhu përmend cilësitë e besimtarit që për të iu referuar ndryshimit, përmirësimit, kalitjes së shpirtit dhe zemrës dhe përmirësimit të sjelljeve të besimtarit, thot et-taibune, al-abidune, al-hamidune, as-saihun. Fillimisht në këtë ajet përmendën cilësitë e besimtarit, 8 cilësi që duhet të posedoj besimtari, duke filluar nga ajo et-taibun, që përfshin edhe pendesën, që njeriu është i gabushëm dhe besimtari më i mirë është kur e kupton gabimin dhe përmirësohet dhe pendohet. Dhe andaj ne që të gjithë, edhe si në nivel individual, edhe shoqëror, kemi nevojë për të përmirësuar, për të penduar, fillimisht kërkojmë falje për lëshimet, për gabimet tona ndaj krijuesit, po edhe ndaj lëshimeve ndaj njerëzve që kemi raporte shoqërore kështu me radhë. E dita është el-abidun, adhurues të vërtet, që adhurimin e kuptojnë në esencën e tij, se adhurim kemi nevojë ne ta adhurojmë Zotin. Zoti nuk ka nevojë për ne që ta adhurojmë atë, por nëpërmjet adhurimit afrohemi te Zoti, e ngrisim nivelin e përgjegjësisë, e vetdijes, e kalitim dhe edukojmë egon ton që të bëhemi më të mirë, më të dobishëm, më të sjellshëm, dhe gjithashtu elhamidun të jemi edhe falëndërues ndaj Allahut xhaleshanu për gjitha mirësitë që i kemi dhe nivelin ekonomik, mirësitë që i posedojmë, qoftë mirësi individuale, familjare, kështu me radhë, edhe shëndetja, mirësia më e madhe, edhe dituria, edhe stabiliteti, siguria e kështu me radhë, të gjitha këto ta falenderojmë Allahun për mirësitë që na i ka dhënë, duke e shtuar Allahu kur falenderojmë mirësitë që na jep. Gjithashtu është edhe saihun. Saihun këtu në aspekt gjuhësor ka kuptimin njeriu që ecë, që udhton ose e bën një rrugtim. Disa dietar thonë saihun kuptojnë edhe njeriu që kërkon dije, ose njeriu që përpiqet bën xhihad, përpiqet për përmirësimin e shoqërisë ose luftë për hir të Zotit e kështu me radhë, por këtu ka qëllimin edhe es-saimun, agjëruesit. Agjëruesi janë një rrugtim të vazhdueshëm që bën nëpërmjet veprimit dhe reflektimit, korrigjimit të vetes. Pra këtu në këtë ajet Allahu xhaleshanuhu ka për qëllim që të kuptojmë ne se agjëruesi ka një detyrë të jashtëzakonshme që të bëjë transformimin e vet, të pastroj egon e vet, të pastroj shpirtin, të largoj likësitë dhe të përsosë karakterin e vet dhe sjelljet e tij në shoqëri. Gjithashtu e kemi edhe vazhdimsinë ar-rakiun was-sajidun, ata që bëjnë ruku dhe sejdë. Pra rukuja është përkulja në namaz dhe sejdja kur me gjymtyrët tonë bijmë në sejdë gjatë namazit. Por namazi ka edhe kushte të tjera, qëndrimi në kamp, leximi i Kuranit e kështu me radhë. Po pse pikërisht në këtë ajet përmenden vetëm rukuja dhe sejdja? Për shkak se njeri kur në përditshmërinë e vet, vetëm namaz bën ruku. Kurse lëvizje, qëndrim në kamp, lexim mund bëj edhe jashtë namazit. Por këtu ajo përulja që njeriu për ta eduku egon e vet, ajo përulja ndaj Zotit dhe rënja në sejdë me 7 gjymtyrët e trupit, tregon se njeriu i nënshtrohet vetëm krijuesit dhe çlirohet nga të gjitha robënitë tjera në jetën e vet. Pra është rob vetëm i Zotit e nuk bëhet rob i askujt tjetër. Nuk bëhet rob as i dinarit dhe dirhemit,
nuk bëhet rob as i pasurisë, nuk bëhet rob t'i nështrohet as njerëzve të tjerë, duhet t'i respektoj, duhet të ketë bashkëpunim me njerëzit, por i nështrohet vetëm fuqisë absolute të Allahu xhalla shanuhu wa jalla jalaluhu. El-amirune bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Gjithashtu besimtarët duhet të posedojnë edhe cilësi tjera të bukura, të këshillojnë në punë të mirë dhe të ndalojnë njerëzit nga veprimet dhe sjelljet devijante. Pra këshilla në pjesë e fesë, andaj ne çdo njeri në mënyrën më të mirë, më të bukur duhet të këshillojmë, por këshilla më e madhe është kur jemi model për gjeneratat e reja, sepse sot shoqëria vuan më së tepërmi nga mungesa e modelit të mirëfillt të besimtarit, sepse gjenerata e re kërkon model. E ky model duhet të demonstrohet nga besimtari, e veçanërisht në muajin e bekuar të Ramazanit. Wal hafidhune li hududillah, edhe cilësia e fundit është edhe ata të cilët e ruajnë kufijt, pra dispozitat e Zotit, që i çojnë në vend halalet dhe ruhen nga e palejuara dhe harami. Është shumë interesante se kufizimin e vetëm që mendjes njerëzore i ave është vetëm udhëzimi hinor. Pra, Allahu xhalleshanuhu nëpërmjet udhëzimit e kufizon njeriu në atë që mos del jashtë natyrës, në çmenduri, në veprime deviante, në sjellje deviante. Andaj shohim sot njerëzit bëjnë edhe veprime të çmendura, që si ka pas logjika njerëzore, por kufirin, hudutin, ja vjen vetëm udhëzimi hinor. Andaj njeriu nëse kërkon, do me thënë, rrugë tjetër, ose rrugtim tjetër do të gaboj. Vetëm në suazat e udhëzimit hinor, ai mund të shet dritën e suksesit, nëpërmjet besimit mund të shet edhe udhëzimin të cilën ai do të bëhet qenje njerëzore dhe të kuptoj rolin që ka ardhur në këtë botë. Dhe në fund të këtij ajeti shohim wa bashiril mu'minin, dhe përgëzoj besimtarët. Pra nëse besimtarët arrin që këto cilësi t'i formojnë, t'i forcojnë, t'i zhvillojnë, atëherë me dojmos do të reflektojnë pozitivisht në shoqëri. Atëherë Allahu thot miqde përgëzim për këta besimtarë, të cilët në muajin e Ramazanit veçanërisht arrim që ta ngrijmë nivelin e devotshmërisë, ta ngrijmë nivelin e përgjegjësisë dhe të bëhemi besimtar model dhe shembullor edhe për njerëzit e tjerë. Andaj kthimi ka Kur'ani dhe udhëzimi hinor është i domosdoshëm. Allahu xhallashanuhu thot inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, dhe nuk ka dyshim se me të vërtet ky libër, Kur'ani, është udhëzues dhe ndriçues i rrugës për ata të cilët kërkojnë këtë rrugë, edhe është rruga e vetme, rruga e saktë. Njeriu pra vetëm nëpërmjet shpalljes, nëpërmjet udhëzimit hinor, mund të arrijë sukses në jetën e tij. Kur themi se është e vetmja rrugë e suksesit, kthimi ka Kur'ani, e kemi parasysh tre segmente kryesore. E para efdalul aqaid, e para i drejtohet mendjes njerëzore, sepse njeriu kemi njerëz që besojnë bestimtni, njerëz që marrin për Zot edhe kafshët, edhe njerëzit, i nënshtrohen edhe krijesave tjera, por besimi më i pastër është që të largohemi nga të gjitha doktrinat të cilët janë nga mendimi njerëzor, por doktrina e vërtetë është që të bazohemi në Kur'anin, në mësimin hynor për ta plotësuar atë besimin që njeriu e ka të ngulitur në shpirtin e tij, besimin ndaj fuqisë absolute të Allahu xhaleshanu. E dita eftalul ibadat, adhurimet që i bëjmë, namazin, agjerimin, zekatin, lutjet, përkushtimin, nënshtrimin ndaj Allahu xhaleshanu, me këtë ne e ushqejmë zemrën dhe e pastrojmë nga likësitë dhe nga sjelljet deviante, pastrojmë shpirtin dhe çiltërsinë e tij. Dhe e treta ka të bëjë eftalul akhlaq, sjellja dhe morali i mirë. Andaj sot shoqëria jon ka nevojë që ne si besimtar të demonstrojmë sjellje dhe moral të mirë, kudo që jemi. Jemi në shtëpi, jemi në vend të punës, jemi në vende publike e kështu me radhë, besimtari pra duhet
që të demonstrojë një nivel të lartë të përgjegjësisë dhe moralit dhe sjelljes, sepse edhe me sjelljen e njerëzit tjerë mund t'i bindim që ata të bëhen edhe më të mirë, e veçanërisht për gjeneratën e re. Andaj në këtë drejtim vlen të theksojmë hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili marr parasysh lirinë e veprimit njerëzor, thotë kështu: "Ish ma shit fa innaka mayyit." Jeto sa të duash, por një ditë do të ndrosh jetë, do të vdesish. Pra njeriu gjatë jetës së vet, pa marr parasysh sa e ka jetë gjatësinë, ai mund të veprojë çka doje, por një ditë do të përfundoj jeta e tij. E me përfundimin e jetës së tij fillon jeta e mëtejme e ahiretit, që ati do t'japim llogari për veprat tona. Ahbib ma shit fa innaka mufariku. Dëshiroje, doje ka të duash, por një ditë do të ndahesh prej tij. E ke shokun, e ke mikun, e ke prindet, e ke fëmijën, e ke bashkëshortën, ke shoqërinë, ke miqt. Sado që i don ato, një ditë do të largohesh prej tij. Andaj është e domosdoshme që gjithnjë të kemi në mendjen tonë udhëzimin hinor dhe përgjithësinë, nivelin e përgjithësisë për krijen e veprimeve tona. Wa i'mal ma shit fa innaka majzun bih. Dhe e treta është puno çka të duash, je i lirë, por do të shpërblehesh me atë që punon. Ose do të ndëshkohesh për veprimet dhe sjelljet deviante, ose do të shpërblehesh për punët e mira që i ke bërë gjatë jetës tënde. Inna ahabba al-a'mali adwamuha wa in qall, dhe veprat më të dashura te Zoti janë ato vepra të cilat janë të pakta, po kanë kontinuitet dhe vazhdimsi. Andaj besimtari gjatë këtij muaji të Ramazanit duhet të reflektoj pozitivisht në pastrimin e mendimit të tij, të jetë i qetë, të jetë i sigurt, por edhe kundrejt njerëzve tjerë të ketë mendim pozitiv, edhe të ndihmoj njerëzve, të kuptoj njerëzit, të lehtësoj brengat e të tjerëve, të kuptoj situatën e njerëzve të cilët kanë nevojë për ndihmën tënde. Të jemi pranë tyre, t'u zbusim dhimbjet, t'i shohim njerëzit me syrin e dhembshurisë, e jo me syrin e gjykatësit. Prandaj njerëzit kanë nevojë që të afrohemi, e veçanërisht këtë mundson më tepër edhe muaji Ramazanit, takimet, bisedat, e ngrem edhe nivelin shpirtëror, e kalitim zemrën, e edukojmë shpirtin dhe në më të mënyrë e ngrem nivelin e të thënit njeri. Pra njeri është ai që është më i dobishëm për të tjerët. Andaj lutim Allahun xhaleshanuhu që veprat tona të mira në vazhdimsi t'i bëjmë dhe veprimet tona t'i përmirësojmë, të korrigjojmë sjelljet tona dhe agjërimi le të jetë reflektim për jetën